gjatë të karrierës time, jam në vitin 28, pra që po ushtroj funksionit në mënyrë pandërprerë, kam përfaqësuar një gamë të gjerë çështjesh sensitive të korrupsionit dhe të krimit të organizuar në situata komplekse dhe ndërkombëtare. Sikundër dhe ju I keni përpara dosjet të cilat unë kam depozituar, jam munduar që të jem më konciz, e kam nisur nga periudha që jam emëruar si prokuror në vitin 99 në Gjirokastër deri në vitin 2004. Pavarësisht se kam qenë në një moshë fare të re, kam patur mundësinë dhe fatin që të jem dhe drejtuesi asaj prokurorie dhe jam angazhuar personalisht në hetimin e çështjeve problematike, sensitive, të cilat kishin ndodhur gjatë vitit 97 ose për shkak të atij viti. Kam prezantuar rastin e vrasjes të quajtur vrasja e Glinës, të ndodhur në 97. Një grup kriminal I armatosur gjatë vitit 97, me shtrirje në territorin në aksin në qarkut Vlorë të Pelen, kishin krijuar një mekanizëm për të grabitur shtetasit shqiptar, të cilët jetonin dhe punonin në Greqi dhe ktheshin pikën e kalimit kufitar Kakavi, njëri nga antarët iqej si taksist dhe bashkëpunëtorët e tjerë prisin në rrugë për të realizuar qëllimin e tyre kriminal. Për shkak të reagimit të ndjerëve, 4 shtetas shqiptar u vranë nga ky grup I armatosur të trimëruar për shkak të armëve të zjarrit. Çështja e cila ishte pezulluar, është rifilluar në kohën që kam qenë drejtues, janë përfaqësuar hetimet dhe akuza në gjykat, janë identifikuar autorët dhe janë dënuar të gjithë autorët, për ekzekutorin kam kërkuar dënimin e tij me burgim përjetshëm.